Majta nuk vlerëson figurën, vlerëson ka partinë, ka ideologjinë, s'ka rëndësi kush është aty, rëndësi ka që gjithë njësoj, etj, nuk ka koncept, nuk shkon ke dallimet individuale, nuk shkon çfarë sjell një figurë dhe një figurë tjetër. Prandaj ne ishim të penalizuarit dhe si rrjedhoi përfaqësuesit tanë që shkon aty në reformë zgjedhore, duhet të kuptojnë shumë qartë nevojat që ne kemi, dhe duhet të kuptojnë që nëse një reformë zgjedhore kuptohet që nuk përfaqësohet dot siç duhet zgjedhësi nga i zgjedhuri më pas, këto zgjedhësit do vinë më pak për të votuar. Se dhe ta bojkotojnë pastaj zgjedhësit. Dhe kthehet në një pjesëmarrje në votim e ulët, që në disfavor të kujt është? Opozitës gjithmonë, është parim bazë. Atëherë duhet të jemi shumë korrekt dhe konkret kur I themi këto gjëra. Është e nevojshme një partia demokratike të rikthehet në shinat e saj të djathta, të rikthehet në shinat e saj përfaqësuese ndaj njerëzve, sepse nuk mund t'i kërkojë dot njerëzve diçka kur në fund fare ja kërkon përmes figurave që nuk përfaqësojnë ata. Kjo është tetër ose është thelb. Prandaj nevojitet një komplet një ndrim mentaliteti brenda nesh. Doktor, pikërisht lidhe me këtë gjë, ne kemi kaluar në disa lloj parlamentesh nga 2013 deri tani. Nga një parlament I kriminalizuar, që fal iniciativës së dekriminalizimit që mori aso kohë Partia Demokratike, u adresua deri diku, adresua e them deri diku sepse një pjesë dolën nga dera dhe hyn nga dritarja përmes personazheve të emëruar po prej tyre. Kaluam në një parlament qesharak, ishte parlamenti I listave, të cilët natyrisht Soj Sorolop personazhi në parlament. Dhe mandej kemi kaluar një parlament anonim dhe një parlament të atrofizuar për sa I përket peshës I ka parlamenti në përcaktimin e jetës politike dhe publike. Dhe njëjta gjë vlen edhe për Këshillat Bashkiake, ku ju jeni dhe kryetari kjo është I qëllimshme patjetër. Këshilltarëve të djathtë në Bashkinë e Tiranës. Kush është rruga për të dalë nga kjo situatë? Duket sikur jemi në rreth vicioz, pra. Po. Nuk është një rrugë vetme. Ka disa elemente që duhen adresu këtu. Në radhë parë, duhet kuptojmë ku janë problemet sistemin aktual. Në sistemin aktual, shumica dërmuese e deputetëve, të cilës do forcë politike, nuk I takojnë një zonë e caktuar, nuk janë të votuar direkt nga njerëzit. Dhe ka një parim, ai që të bën nderin ndaj atij ja din të faleminderit. Pra kush ka vënë, atij të thon faleminderit, atij shërben. Pra nëse do kishte qenë demokracia drejt për drejt, pra njerëzit votojnë dhe shkon atje, u përgjigjesh njerëzve. Dhe do shkosh tek ata. Kjo është klasike për listat e hapura. Por që nga listat e hapura janë futur shumë pak vet. Ka Partia Demokratike 6-7 ka gjithsej. Ndërkohë që listat e mbyllura nuk janë futur aty nga njerëzit direkt. Janë futur aty nga kryetari I partisë. Dhe kryesia e partisë. Dhe atyre ju a din për faleminderit. Është krejtësisht normale kjo. Sepse varen nga ata dhe jo nga ata. E racionale. E automatikisht tu nuk përgjigjen shumë. A të sjell kjo një revolt ke qytetari, a ndjet kjo një nën përfaqësimi I qytetarit, patjetër që po. Dhe këtë vujmë kryesisht ne, po e them edhe një herë se jemi opozitë. Se opozita ka metoda tjera se si ta kompensojë këtë. Opozita ka të vështirë këtë.